إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah të ndershëm, prej mirësive dhe begative të Allahut subhanahu wa ta'ala është që Allahu me ta mundësuar të kesh një shok të mirë, një model të mirë. Kjo është prej mirësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse ta mundëson ta kesh një shok besimtar musliman, edhe ta marrish për shembull atë në veprat. Pse është mirësi e madhe? Për shkak se njeriu është që ndikohet prej rrethit, prej shoqërisë dhe e pason atë person kur e pëlqen. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Ja ejuhalladhina amanu taqullaha wa kunu mas sadiqin. O ju besimtar, o ju të cilët I keni besu Allahut subhanahu wa ta'ala, keni frikë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe bohuni me ata të drejtët. Kush janë të drejtët? Ata të cilët I kanë frikë Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ecin pas hapave të Kur'anit dhe të sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: Al-akhila'u yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Allahu thot atë ditë miqët do të jenë armiq I njëri tjetrit, përveç se ata të cilët janë kanë të devotshëm, përveç atyre të cilët janë dashur për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe kanë pas frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, përndryshe do të jenë armiq I njëri tjetrit në ditën e Kiametit. Rinia, të rit dhe të rejat, bit dhe bijat tona janë në kohën bashkohore, janë në një krizë të madhe. Janë të sprovuar me diçka e të cilën nuk I kemi pas në të kaluarën. Kjo mirësi, apo kjo sprovë, është nëse përdoret, është hajër dhe nimet I madh. Por nëse keq përdoret, është bela mbi kokë edhe bela në familje. To janë rrjetet sociale. Nëse I përdormi për hajër dhe davet ka hajër të madh. Nëse I përdormi për sherr, rujna Zot, bëhet bela e madhe. Prej fatkeqësisë që e ka rrjetet sociale janë se I kanë bërë të famshëm personazha të cilët nuk kanë të bëjnë me fejen e Allahut. Por kundrazi, ata e motivojnë shoqërinë, e motivojnë rinin që ata të rebelohen ndaj prindve, ndaj moralit, ndaj ndershmërisë, ndaj autoritetit të mirë. Ato I motivojnë të rit dhe të rejat në të keqe. Por e keqe është se të rit I kanë marrë shembull. Të rit I imitojnë ata në këngat e tyre, në veshjen e tyre, në hajen e tyre, në lëvizjet e tyre, në jetën e tyre luksoze, do të rit ton ata imitojnë. Por këtë është rrezik. E kush duhet të jetë shembull për evladët tonë,
Kush duhet të jetë urnak për ardhmarin ton. Model shembull duhet të jetë një njeri i cili beson Allahut, një njeri i cili të afron të Allahu, një njeri i ndershëm, një njeri i pastërt, një njeri që ka frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, një njeri i cili ai të thret drejt rrugës të Allahut subhanahu wa ta'ala, drejt xhennetit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos harrojmë se Allahu subhanahu wa ta'ala thot ja ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju të cilët keni besuar Allahun, ruajini veten e juaj dhe evladët e juaj nga zjarmi i xhehenemit. Kjo është mesazh për prindrit. Kjo është mesazh për evladët. Kjo është mesazh për gjithë ne, që ne të ruajmë veten dhe të ruajmë pas arsit ton. Përndryshe, do të shohim gjenerat të çorroditur pas disa viteve. Do shohim një gjenerat e cila do dyshojmë a janë musliman apo jo. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kemi harruar ne si urnak, e kemi harruar si model. Allahu subhanahu wa ta'ala thot laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju me të vërtetë pejgamberin e Allahut e keni pas urnak model më të mirë, të mrekullueshëm, po nuk mund të jetë njeriu shembull dhe që ne dhe bija tona të imitojnë ata të cilët thrasën për prishjen e moralit, thrasën në amoralitet, thrasën në punë të këqija, thrasën që të na prishin. Përse o vëllezër? Përse nuk flasmi? Pse nuk e qajmë këtë dert? Pse nuk i këshillojmë ata që organizojnë? Pse nuk mundohemi ta ruajmë ardhmërinë e fëmijëve tonë dhe bijave tona? Kemi mundësi. Derisa kemi mundësi me mbledh fare, derisa kemi mundësi me u shkollu, derisa kemi mundësi me lëviz, atëherë kemi mundësi që të ndikojmë edhe të evladët tonë. Se urnak, model e kina mas pari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e kina sahabat. Pastaj kina njerëzit e mirë. E pas atyre i kemi ata gjithë që ecin në rrugët e këtyre. Pse ndikohen të rritë dhe të reja tona prej këtyve personazhe të cilët e mërtohen që kanë famë? Pse ndikohen të rritë? Pse aq prezencë e madhe e gjemve të rinj 15 vjet dhe vajzave 14, 15 vjet e 17? Pse? Pse me qajt për një këngë ai që këndon? Pse mu lëhate me shlut fuqia e trupit atë vajzë dhe atë djalë për këngët që a thu vallë? Çfarë këngë është ajo? Çfarë mesazhi përcjell? Kush e lëndoi zemrën e vajzës 14 vjeçare? Çfarë zbrasire ka në zemrën e asaj vajze që qanë në koncert? Çfarë mungese ka në zemrën e djalit të ri që e shlon takati para një këngëtarit? A kemi bisedu me evladët? A kemi bisedu me vajzat? A jemi ullë me thonë çka ju mungon? Përse ti bia eme të çon në mesin e koncertit me zburrave të huj? Ku mbet inati? Ku mbet xhelozia? Ku mbet trimnia? Përse nuk ulmi të flasmi të qajmë dert me evladët tonë? Pse nuk ja qajmë hallin, çka të mungon? A do në burë do të martoj? A do grua djalë do të martoj? Pse me qaj? Do thot dikush e ka maltretuar vajzën e ndershme prej në fillore. Por qatë qanë? Se këngat të cilët këndohen dhe lexohen, se kam bo hulumtime, që janë që thrasën në moralitet, në tradhti, në dashni të rrenjshëm, mbashtrime, kurtha, punë këqija. Kjo i ka bëhe. Atër kush i mbashtroj ata? Duhet të jemi të lirë me vladët tonë. Që jo një këngë të na i marrë fëmijët tonë të cilët e kemi rrit,
e kemi e ka mbajt nona në bark, ti ke investu, ke shpenzu, gjumi s'ka zonë, një temperaturë të lartë ka pas tërnatë nuk e flet, këtë spitalet i ke het, sa investimet i ke bo, pastaj një këngë e një këngëtarit, ajo atë shpet me ra e në kurth, atër ku është problemi? Pse nuk ullët brehnin e babës dhe të nonës ta qoj e dertin? Kush e maltretoj? Kush ja thej zemrën asaj? Për këtë arsye, duhet të kujdesmi. Do të japna llogari para Allahut subhanahu wa taala. Ndikohen për shkak se ata i reklamojnë rregullisht në rrjetet sociale. E bojnë yll i verbët. Yll që ndriçon demek. Yjet, ata këtë thrasën në punë të këqija. Çfarë ylli? Ylli nuk tregon. Ylli ta orienton rrugën, ta ndriçon rrugën natën. Për këtë arsye ne, do të thotë atë shumë që i reklamojnë këto personazhe të shumta në rrjetet sociale, të cilët derisa jo kanë mbush mendën e vladëve tonë, të rive dhe të reja, këto janë model. Ne këto si të hanë, ashtu do hamë. Si të kthejmë, do të kthejmë. Si të lëvizin, do lëvizin. Çka të na thojnë, ne do të veprojmë. E për kjo nuk është. Kjo nuk është në rregull. Nëse ata rregullisht që paraqisen këto reklama në rrjetet sociale, edhe ne i përcjellmi dhe i lexojmë, edhe i klikojmë, edhe i bëjmë që ti përcjellmi, atëherë do ndikohesh. Derisa ndikohesh me atë që shoqërohesh, ndikohesh në mes rrjeteve sociale. Se qosh sabah, çka pa ka postu. Qosh ndrek, çka pas ka thonë. Qosh dash prej shtëpie, çka pas ka thonë. Gradualisht ti nis të bëhesh njëri i ty pa e vërrejt. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na këshillon në hadith thot falyanzur ahadukum man yukhalil. Le të shikon si cili prej jush kanë e bon mik, kanë e bon shok, kanë e bon shoqe, kanë e ka të afër. Për shkak se ndikohesh ti. Ndash se në rrjetet sociale. Do të ndikohesh, duke e përcjell, e pastaj nuk del kadera, e ze baba në gjumi, del ka dritarja, taksit pret me tanë, hajt për të mirë. Këto janë ankesat e xhamatit dhe shoqërisë. Do të thotë pret babën ta zënë xhumi apo nanën. Duhet të punojmë me vllatë tonë, mos na i marrin të tjerat. Pse flasmi për personazhat të cilët i emërtojnë që kanë famë të famshëm, për shkak se është rrezik. Rrezik është i madh i tyre. Pasojat janë shumë të mëdha. E para, nëse i përcjellin këto personazhe, do të thotë që do t'ja dobësojnë imanin fëmijëve tonë. Imanin, besimin në Allah dhe turpin. Derisa kthen një vajzë prej poshtë, i për mbin ta qafje, do thotë s'ka turp më, mbaroj. Loj durët. Do thotë turpi ka shkue. E dyta, rreziku dit është imitimin në veshje të cilët janë kundërshtim me parimet fetare. Kjo është shpërdajt. Humbja e kohës duke dëgjuar sende të kota dhe pa dobi. 4. Angazhimi me pamjet e dukshme dhe me famë. Do thot, angazhot qisht veshët, angazhot qisht bën famë, e haron shkollimin, e haron studimin, kur ta shosh notat katastrofë, nxënës, studentët, ketë me ndërmjetësime, ketë me njofsime, ketë me marrë një notë kaluse. Do thot, pse? Se duhet me shku në koncert, duhet me ngu tërnatën muzikë, duhet me përcjell TikTokin të rinë sabah, e të në kur ka me mësu? E ka mbush trunin me lloj informata. E kjo është problemi. Kjo është ndam të shoqërisë tonë. Shoqëria jonë duhet të jetë e shkollume. Shoqëria jonë duhet të jetë e vetëdijshëm, e sidomos në shqiptarët musliman. Se sa ma dop jena në çështjen e arsimit, aq ma shumë kanë me na vu shkelmin në fyt. Sa ma dop jena në arsim, në studim, në pasim të dinit, në udhëzim, do të na e vënë pastallin më të madh në fytin tonë. Se kur nuk di do t'i rosh ta thirrësh dikant tjetër.
Do thotë kjo është ajo lufta më e madhe të cila është duke bë dhe rreziku. Pastaj e fundta është imitimi i verbët. Pa dituri, pa meditim. Çka të bëjnë po bëjnë. Kjo është imitim i verbur që zguxon në mesin shoqërisë tonë të ekziston kjo. Lutem Allah subhanahu wa taala që Allah të na ruaj neve dhe evlat tonë, të ruaj të rit dhe të rejat, të kujdesmi, të japmi hakin e vladit tonë, të mundohemi të këshillojmë darsa s'na ngojnë, me ja thoni fjalë, ndoshta një ditë do t'i kujtohet, të mundohemi të punojmë që ata t'i shpëtojmë prej kurthave të tjerëve dhe planet që i bëjnë të tjerët i hartojnë. Allahu na falt mëkatet tona. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى thot: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. Allah thot mos e paso ata të cilët neje ja kina zbro zamrën prej të përmendjes të Allahut, në zemrën ti s'ka gjon, s'ka frikë të Allahut, s'ka përmendje të Allahut, ai s'di me përmend Allahun, larg dinit, larg fejes, dhe ai e pason epshin e vet, dëshirat e tij. Kja jetë ka zry kur kanë ardhur pejgamberit alayhi salatu wassalam, kanë kërkuar paria që t'i largon fukarat nëse don me ardh xhamat zenginat e Mekkës, partë e Mekkës. Dhe me largoj fukarat do vina neje. E Allah subhanahu wa taala i ka thonë, mos i dëgjo ata, zemrat e tyre janë të zbrasta, s'ka send në to. Ato e pasojnë epshin e vet, dëshirën e tyre. Dhe puna e tyre është huç, ju kam ju shku krejt, lloç, askund. E për këtë edhe ne duhet të kemi parasysh, të ruajmë vlat ton, mos t'i pasojnë ata të cilët zemrat e tyre janë të zbrasta për imanit. Zemrat e tyre janë të zbrasta për përmendjes të Allahut subhanahu wa taala. Zemrat e tyre nuk kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Pastaj mos harroni të ri dhe të reja, se atë që e don me atë kemi në gjallë në ditën e kiametit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma man ahab, njeriu në ditën e kiametit do jetë me atë që e don. Nëse don Allahun dhe pejgamberin, e don Hazretin Aishën, Hazretin Khatijën, do jesh me to në xhennet. Ama vallahi nëse i don njerëz që janë larg dinit Allahut, larg fesë Allahut, kur si bien sejdë Allahut, ato thrasën të keqe, ti do ata, rujna Zot, ato s'mund të jenë barabar me Abu Bekrin dhe Omerin dhe Uthmanin radhiyallahu anhum, o anhunna barabar në xhennet. Ku do të jenë ata? Ti do xhennetin apo do xhenemin? Ke kujdes, se rinjallosh me to në ditën e kiamet nëse e don. Nëse e pason, ne duhet ta dim kanë e pasojmë. Ne duhet t'i pasojmë njerëz të mençur dhe të mirë, nëse dojna shpëtim. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith që transmeton Muslimi, thot kush thret në dalalet, në punë të kota, ai do ta marrë mëkatin që thret plus mëkatin e gjithë atyre që e kanë ndjekat. Ai që i patjen koncert dhe thret në punë të këqija, dhe njerëzit kejt ato, sa t'jen, 10.000, 100.000, 1 milion, 5 milion, 10 milion, sa t'jen, kejt që më katët që i dimajnë, di marë a i pari. Këtime pa ju paksu. Allah i na ruaj. Do thot njerëzit, personazhat me famë, thojza, këto me një sekund, miliona të ri dhe të reja i humbi. Me një sekund, me një skenjë. Si për cilin? O dhe pasaj humbin ata i dëgjojnë. Mendojnë se çaj është realitet. E ne si prind, duhet fëmijëve tonë t'ju tregojmë. Evlat, zamrat e babës, zamrat e nanës, shpirtat tonë, ne jemi lodh për ju. Nuk është ai modeli jot. Po babi ka 1 milion në TikTok apo kujt diçka rrjetet sociale. Asnjë send nuk i sjell dobi. Nuk do thotë që numri që është i vërtetë dhe ka të vërtetën.
Më mendo pse ka shumë fansa, më mendo pse e përcjellin shumë njerëzi, më mendo pse ka dalë në skenë dhe ai është i mirë dhe ai është drejt. Se nuk është e vërtetë se disa prej këtyre personazha kanë aftësi psikologjike dhe janë ka gojat në pret edhe emocional i tërheqin njerëzit. Çështu janë? Emocional është i aftë, në aspektin psikologjik i tërheq njerëzit, por nuk do thotë që është në hak. Në hak është ai i cili nënshtrohet Allahut, i nënshtrohet fesë të Allahut subhanahu wa taala. Lutemi Allahun subhanahu wa taala që Allahu të ruajë të rinjtë dhe të reja tona. Lutemi Allahun subhanahu wa taala që Allahu shkupin ton dhe me rrethinë e gjithë të pastron prej dukurive negative. O vëllezër, shkupit ja kanë vusynin. Shkupjanëve ja kanë vusynin. Kjo është e para, e dita, e treta, e katërta, e pesta. Do të dëgjoni nëse Allahu na zgjat imrin, dëshojmë hala ma çudira. Shkupi është zamra. Pa i nënshmu këtë vendet tjera të muslimanëve shqiptar. Por e din se shkup ka islam. E din që shkupjanët janë fetar. Këtë duhen ta rënojnë, këtë duhen ta bëjnë thjesht. E nëse bje kjo, pastaj letë të tjerat. E lutemi Allahu subhanahu wa taala shkupjanët amanet, mbani frontin, mos e lëshojni. Mbani frontin. Se vallahi shkupit i kanë thonë me ke vogël. Me ke vogël. Shkupjan, keni frikë Allahun. Ruajni evladët. Mësojni evladët. Bini çojni na për me këtij evladët. Investojni më të shtrenjtë në iman, në besim. Se çështjet e teshave, të kjerave, të telefonave, krejt kanë mi bo fëmin tonë. Por imani është më i shtrenjtë. Lusë Allah subhanahu wa taala që të na lulëzon shkupi jonë me islam dhe iman dhe me të ri dhe me të reja të cilët janë me moral të shëndosh dhe besim të pastër. Na bëni halal wa aqimus salah.